Përshëndetje shenja akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbreti i kupave, faqa e monedhave, kalorësi i kupave, 10 monedhat. Kjo javë ju gjen emocionalisht më të qetë dhe më të përmbajtur. Mbreti i kupave tregon që po përpiqeni të ruani kontrollin mbi ndjenjat tuaja, edhe kur brenda jush emocionet janë shumë të thella. Ju mund të dukeni më të pjekur ose më të pjekura emocionalisht, më intuitiv ose intuitive, më të kujdesshëm ose më të kujdesshme me mënyrën se si reagoni ndaj të tjerëve. Me kartën faqa e monedhave, duket sikur po lind një fillim i ri në jetën tuaj, që mund të jetë një ide, një mundësi ose një hap konkret që mund të ndërtohet gradualisht. Kjo kartë sjell energji shumë praktike dhe ju kërkon durim. Nuk është javë për nxitim, por për të ndërtuar diçka me kujdes. Më pas kemi kalorësinë e kupave, edhe këtu zemra juaj fillon të flas fort. Mund të ketë afrim emocional, mesazh romantik ose dëshirë për të ndjekur atë që ndjeni vërtet. Kjo kartë sjell butësi dhe romantizëm në energjinë tuaj. Është sikur një pjesë e juaja nuk dëshiron më vetëm kontroll dhe siguri, por edhe emocione. Dhe fundi me kartën 10 monedhat është shumë i fuqishëm, sepse 10 monedhat flet për stabilitet afatgjatë, për siguri emocionale dhe materiale, ose ndjesinë që po ndërtoni ose dëshironi të ndërtoni diçka më të fortë për të ardhmen tuaj. Kjo javë ju çon nga qetësia dhe vetë kontrolli emocional drejt dëshirës për të krijuar diçka të qëndrueshme dhe të plotë në jetën tuaj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi perandoresha, njeriu i varur, djalli, drejtësia. Në familje, energjia duket disi e ndërlikuar. Perandoresha sjell dashuri, nënkupton mbrojtje dhe kujdes. Ka një energji shumë të fortë që përpiqet të ruaj harmoninë dhe stabilitetin familjar, që mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj që kujdeset. Por me kartën njeriu i varur, situata duket e pezulluar. Ka ndjesinë që dikush po sakrifikon shumë. Një situatë nuk po ecën përpara, siç ju do të dëshironit, ose ekziston pritje dhe lodhje emocionale. Më pas kemi kartën e djallit dhe kjo kartë tregon tension të fshehur, që mund të jetë kontroll emocional, manipulim, varësi, xhelozi, frikë, ankth, ose debate që përsëriten dhe lodhin atmosferën familjare, ose ju lodhin juve. Mund të ketë situata ku njerëzit ndihen të lidhur me detyrime ose emocione që nuk po i lejojnë të ndihen të lirë, por fundi me kartën e drejtësisë tregon që kjo javë sjell realizime të rëndësishme. Mund të ketë biseda serioze, vendime të drejta, ose përpjekje për të vendosur kufi dhe ekuilibër. Me sa duket në familje këtë javë, mund të kaloni mes tensionit dhe nevojës për qartësi. E vërteta nuk mund të evitohet më dhe situatat kërkojnë balancë reale. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 8 shpatat, vdekja, mbreti i shkopimve, asi i shkopimve. Dashuria për ju këtë javë është shumë intensive dhe transformuese. 8 shpatat tregon që ju mund të ndiheni të bllokuar emocionalisht. Duket sikur ka frikë, pasiguri, mendime të tepërta ose ndjesinë që nuk dini si të veproni. Mund të ketë shumë ndjenja, por edhe shumë hezitim. Më pas kemi kartën e vdekjes dhe vdekja është jashtëzakonisht e fuqishme për ju si akrep. Karta e vdekjes nuk flet domosdoshmërisht për fund negativ, por për transformim total. Një mënyrë e vjetër e të dashuruarit po mbyllet. Një situatë që nuk funksionon më, nuk mund të vazhdojë njësoj. Emocionet po detyrohen të ndryshojnë formë.
Kjo është kartë rilindje. Më pas kemi kartën me mbretin e shkopinjve. Edhe energjia bëhet shumë magnetike. Mbreti i shkopinjve zakonisht përfaqëson shenjat e zjarrit, dash, luan ose shigjetar, por mund të jeni dhe ju vetë të konvertuar në këtë energji. Nuk ka rëndësi nëse jeni meshkuj apo femra. Mbreti i shkopinjve flet për pasion, krenari, tërheqje e fortë, dëshirë për kontroll dhe energji shumë intensive mes dy personave. Ky person pra ose kjo energji nuk kalon pa u ndjerë, ka shumë kimi këtu. Dhe fundi me kartën asi i shkopinjve, duket sikur ka një shpërthim energjie. Asi i shkopinjve është fillim i ri emocional ose fizik. Mund të ketë një rikthim pasioni, afrim i papritur, ose një ndjenjë që ndizet shumë fort dhe është e pamundur për t'u injoruar. Asi i shkopinjve, së bashku me kartën mbreti i shkopinjve, tregon ndezje shumë të fortë pasioni, tërheqje fizike dhe dëshirë për afrim intim. Pas një periudhe bllokimi ose transformimi emocional, kjo energji sjell rikthim të kimisë mes jush, pra për kontakt më të afërt dhe ndjenja që bëhen të vështira për t'u kontrolluar apo për t'u fshehur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 3 monedhat, dielli, 6 shkopinjt, asi i shpatave. Në punë, energjia duket shumë pozitive dhe premtuese. 3 monedhat tregon bashkëpunim dhe vlerësim për aftësitë tuaja. Mund të ndiheni më të mbështetur ose të vini re që njerëzit e vlerësojnë më shumë punën tuaj. Me kartën e diellit, gjithçka bëhet më e qartë dhe më optimiste. Dielli nënkupton sukses, motivim, vetbesim dhe energji më pozitive në ambientin profesional. 6 shkopinjt sjell njohje dhe fitore. Ndoshta mund të merrni vlerësime, lavdërime, lajme të mira ose rezultate që ju bëjnë të ndiheni krenar për veten. Dhe fundi, me kartën asi i shpatave, tregon qartësi të madhe psikologjike. Mund të jetë ide të re, mund të ketë kontratë, dokument ose vendim shumë të rëndësishëm, ose mund të ketë një komunikim që e merrni ose e jepni ju. Pra puna duket si sfera ku ju mund të ndjeni më shumë progres dhe siguri këtë javë. Duket sikur kjo javë për ju është një periudhë shumë e fuqishme transformimi emocional dhe personal. Energjia juaj është më e thellë se zakonisht dhe shumë gjëra që kanë qenë të fshehura, qoftë ndjenja, tensione apo dëshira, fillojnë të ekspozohen. Ka një ndjesi që po hyni në një fazë ku nuk mund të qëndroni më mes dy botëve. Diçka duhet të ndryshojë, të pastrohet ose të rilind. Megjithatë, krahas gjithë kësaj energjie, kjo javë sjell edhe mundësinë për gjëra shumë të bukura, për stabilitet, sukses dhe afrim emocional. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi ëmbëlsia. Ëmbëlsia ju kujton që jo çdo gjë duhet jetuar me mbrojtje, kontroll apo tension emocional. Kjo kartë ju fton të sillni më shumë butësi në jetën tuaj. Ju thërret të flisni me veten, t'i shprehni ndjenjat vetes ose personit që keni në mendje apo në zemrën tuaj. Dhe të lejoni dashurinë të afrohet. Edhe në mes të transformimeve të forta, zemra juaj ka nevojë për ngrohtësi, për qetësi. Ndonjëherë shërimi fillon pikërisht kur ndaloni së luftuari me gjithçka dhe i lejoni vetes të ndjeni më shumë butësi. Paçim.